Në vitin 2002, familja Sherifi ju drejtua gjykatës për të kërkuar lirimin e pronës dhe largimin e personave që sipas saj e shfrytëzonin atë pa të drejtë. Por procedura gjyqësore do të zgjaste për më shumë se 2 dekada. Lënda fillimisht u trajtua në gjykatën komunale në Ferizaj, më pas u bart në Prishtinë dhe që nga viti 2014 ndodhet në dhomën e posaçme të gjykatës supreme për afro 12 vjet. Në këtë dhomë është mbajtur vetëm një seancë. Edhe avokati i familjes e konsideron zvarritjen e kësaj procedure si shkelje të së drejtës për një gjykim brenda një afati të arsyeshëm. Dhomën e posaçme përveç se u mbajt një seancë me të cilën është sqaruar legitimiteti i palës Albert Sherifi, është ndërprerja e seancës dhe ne kemi pritur se do të vinë ftesa të radhës. Po vazhdimisht me dhjetra urgjenca kemi kërkuar nga kjo gjykatë që të zhvilloj procedura dhe të merr një epilog përfundimtar kjo çështje. Mirë po, nuk e di pse hesht kjo gjykatë, pse nuk zhvillon procedurë, pse nuk cakton seancat e tjera dhe vazhdimisht bën përpjekje për ta zhagitur dhe për ta shtyrë në mënyrë të skajshme këtë procedurë, duke arritur deri në vitin 2000 rreth 24 vite që është në procedurë. Kjo nuk ka logjik dhe si pasojë kësaj, ne së fundi kemi paraqitur edhe një kërkesë të gjykata kushtetuese për cënim të pronësisë ndaj familjes Sherifi dhe mos efikasitetit të kësaj gjykate. Pavarësisht se kontesti gjyqësor ende nuk ka përfunduar, në qershor të vitit 2025, Bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit mori një vendim që do të ndryshonte situatën. Sipas vendimit, bazuar në historiatin kadastral, prona nuk rezultonte të ishte aset i ndonjë ndërmarrjeje shoqërore që administrohej nga AKP-ja. Në këto rrethana, autoriteti i likuidimit ndërpreu kontratën e qiras me subjektin që e shfrytëzonte një pjesë të pronës. Sipas vendimit të bordit, AKP pretendimet për pronësi do i vazhdojnë në gjykatë, por sipas historiatit, kjo pronë i përket familjes Sherifi. Pra, AKP-s i janë dashur rreth 2 dekada për të nxjerrë një historiat dhe ardhë në këtë përfundim. AKP nuk mund ta shfrytëzojë një pronë, një aset caktuar pa pasur edhe bazën e saj dokumentuese, pra. Këtë rast do duhet ta kishte edhe historiatin. Unë jam i bindur që në shkresat e lëndës e ka pasur në vazhdimsi AKP historiatin, pse është marrë ky vendim pra në qershorin e vitit 2025, mendoj që është një pyetje që duhet i drejtohet Agjencisë Kosovare të Privatizimit, mirë po është një fakt i notor, një fakt i dijshëm, një fakt let i vërtetueshëm që kjo pronë jo vetëm këtë vit kur po flasim, por në vazhdimsi ka qenë në emër të personit privat, në këtë rast familjes sime,